أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد الله نفلندرojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë Kënë Allahu subhanahu wa ta'ala o dhe zanë në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush që humbur sa të cilën e lënë të humbur nuk ka kush që o dhe zanë në rrugën e tij të drejtë i dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam familjes tij të pastërt shokëve tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri lani radh parë Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kemë arrit do të thotë tek khalifja i tretë, që është Uthman ibn Affani radiallahu anhu, khalifa i tretë i drejt Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Si ka ardhur deri tek khilafeti i Uthmanit radiallahu anhu. Radhë është rrëfimi i konsultës këshillimit që është bë pasi që është therë Omeri radiallahu anhu thot autori i librit lemma tu'ina Umaru radiallahu anhu ja'ala al-khilafata fi 6 nafarin hum Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaydullah Zubair ibn Awam Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqqas dhe thot këta janë ata 6 persona që Omeri radiallahu anhu pasi që është therë edhe e dini e kena përmend dersin e kalum kur ka ardhur mjeku me kontrollu Omerin radiallahu anhu i kanë jep me pi qumsht kur i kanë jep me pi qumsht i ka dal qumshti krejt prej atyne vrimave ku është therë ndo dhe ka pa doktori se kë dhe të thot jeta e ti është në fund e sipër edhe i thot o Omer o prisi besimtarve le amanetin mbas porosin wasijetin se dhe të thot të kanë mbet shumë pak kohë pe kësaj dynjaje atë Omer radiallahu anhu pas kësaj i thiri edhe i mbledhi disa prej sahabeve edhe kërkuan prej Omerit që me lon dikon khalifen mbas atë Omer radiallahu anhu tha unë pe lo 6 njerëz më të mirë tha 6 njerëz më të mirë hadithin që e transmeton Imam Bukhariu rahimullah këtë ngjarje e tëra është në sahihun e Bukhariut. Pse pe përmendi dikush thot pse përmende hosh është në sahihun e Bukhariut. Se kjo ngjarje është edhe në plot libra zëralisht rreth kësaj ngjarje ka që shkena thon ligjëratat e kalume tash kena me nis me hi kanë me dal disa problematika që janë shfaq. E dini jo atë rastin kur Omer radiallahu anhu i ka lyp Hudhaifa si ka thonë ja Hudhaifa hadithni anil fitan falem për fitnet edhe Hudhaifa radiallahu anhu i ka thonë fitnet që njeriu i ka në familjen e tij në vllatë e tij e kështu me radhë ka thonë jo s'po flas për to s'po të pyes për to falna për ato fitnet që edhe mendjendriturit do të thot hamenden mendjendriturit hamenden do të thot kur të vjen fitnja trulloven do të thot nuk din si me vepru atëre Hudhaifa tha po ti s'ki me mbri këtë kohë o prisi besimtarëve çka po lyp me të fol për ta kur i tha kështu se tha mes teje edhe këtë në fitnë është një derë e madhe e që e dera vetë ishte Omer radiallahu anhu atër Omer i tha ka mu qel kjo dera ka mu thy tha jo ka mu thy atër ngrit për mezlisit Omer radiallahu anhu edhe i shqetsum këtë çështje të thot edhe realisht me vdekjen e Omer radiallahu anhu u hapen fitnet në metin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe sot e kësaj ditës ndalen ato. Shaj Omer radiallahu anhu ka qenë derë i kanë ndal fitnet. Me vdekjen e tij kanë nisë edhe kështu do të thot me khilafetin e Uthmanit radiallahu anhu që i khilafeti i tij ka marrë në vitin 23 hijri e ka vazhduar deri në 35. Në vitin 35 ka ndol fitnja e madhe. Na kem me fol inshallah taala zgjanimisht kem mund ndal. Edhe pse
koha e Uthmanit radhiyallahu anhu llogaritet pi koha pi khilafeti që shqyjnë disa muarrikhin, disa historian islam thot khilafetu dhahabiyya, udhëheqja e ardh. Po në fund vitin 35 gjithsesht nisin fitnet e mëdha. Nisin fitnet edhe tani është vrasja e tij, po atëherë do të vim aty. E tek Imam Buhariu është ngjarja se Imam Buhariu rahimahullah i ka trajtu dy çështje të mëdha. I ka përmend sahihun e tij, si më thon Imam Buhariu ja u ka jep knockout këtyne cilët kanë merak me shtramnu këto ngjarje, ka fol për Saqifen, çka për fjala kur them Saqife kush e din? Kana fol për Saqifen. Saqifetu Bani Sa'd. Saqifetu Bani Sa'd. Çka ka ndodhur te Saqifja? Kur ko kjo? Kjo kon pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khilafeti Omer Abu Bekr radhiyallahu anhu. A ka kon në Saqife? Abu Bekr u kon tu e pa kur ka ardhur prej awalil Medine, prej periferisë Medinës, i kanë thonë hajde se ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ardh shpejt me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e deni ngjarjen ka hije, ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në ato momente i ka ardhur Omerit, i ka ardhur dikush ka thonë Omer, ka thonë ensart janë mbledh te Saqifja, Saqifetu Bani Sa'd, po den me bë khalifen. Edhe ka marrë Omer radhiyallahu anhu, Abu Bekr kanë shku. Imam Buhariu ka përmend këto. Edhe ka fol Imam Buhariu për çështjen e qissatu shura, i thojnë avutan. Konsulti, do të thot konsulti apo rrëfimi i këshillimit, konsultit kur është bë Uthmani radhiyallahu anhu khalife, se ka ardhur tek Tarikh Taberi e në libra të tjerë janë përmend kanë ardhur kanë fut se ju e dini do të thot me hapjen e islamit në kohën e Omerit kanë nisë me hyn islam çka dhe të hujt, jo veç arab. Sikur se kush? Persiant. E pi persianëve ka pas, pe tyre ka pas edhe ulema muarrikhin që janë shia, sikur se Ebi Mikhnef Lut ibn Yahya. Që kjo Ebi Mikhnefi ka shumë në për libra transmetime që shumica transmetime që i transmeton Ebi Mikhnefi janë transmetime treshme. Edhe një prej tyre është ngjarja e Uthmanit. Tash kem mend po se ka trillu. Se ka trillu kë. Imamu al-Bukhari ka përmend këtë ngjarje dhe ka tregu për këtë ngjarje të madhe. E ka përmend do të thotë tregimin e gjatë që është edhe vrasja e Omerit radhiyallahu anhu në të përmendet, derisa ka arrit kur Omeri i kanë thonë Omerit ausi ya amir al-mu'minin istakhlif la porosi la khalifa mbas. Qala ma ajidu ahaqqa bi hadha al-amr min haula'i nafar. Ka thonë Omeri, nuk di që meriton dikush më shumë me kon khalife se këta persona, këta 6 persona që i përmendem. Të ufia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka vdek duke qenë i kënaqur me këta 6 persona. Pastaj tha, fasamma e përmendi Omeri Alijen, e përmendi Alin radhiyallahu anhu. Ka qenë i kënaqur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhondri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pas gjakun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pe gjakut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Ali radhiyallahu anhu, pastaj Uthmanin radhiyallahu anhu, Dhulnureinin, që këta kemë me fol për to, pranarin e 2 dritave, ka pas grukan, Umu Kulthumin edhe Ruqayyan, 2 qikat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me pa pas edhe tretën e kësaj. Edhe peçiet jo ndol kanë botan to, e kanë akuzuar, kanë shohit edhe. Pastaj ka përmend Omer radhiyallahu anhu pas Uthmanit e ka prej Zubair ibn Awamen, Talha ibn Ubaydullah, Sa'd ibn Abi Waqqas edhe Abdurrahman ibn Auf. Ka thonë çta janë 6 që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekë dhe ka qenë i kënaqur në ta, edhe nuk meriton dikush me qenë khalife para shumë 6-ve. Jo atëherë tash zgjidheni pastaj ka thonë qala yashhadakum Abdullah ibn Umar
thot e për këta Abdullah ibn Omeri është dëshmitari juj. Dhe si me thot Abdullah ibn Omeri ka me qenë që dhe pun ka me pas me për cilë si përshkan rjedhoja e kësaj përzgjedhje. A me ka thonë Abdullah i djallit vetë ka thonë as më shkon mendja, as ty as këtyne me të bo khalife. Mjafton për familjes Ali Khattab, për familjes Khattabit një mu dënu që ajo është Omeri radiallahu anhu. I ka thonë djallit vetë mos gabo mu bo khalife, me bo me ta kërku, mo bo khalife, mos gabo me pranu këta. Mjafton përgjithsin me pas Omeri pilem ka orë të resmendu më përmen, ka thonë, vëllahi ka thonë nuk po du, thot, kur dalë para Allahut, kur gjo se vap me marë para to që a i kumbu, vesh mos merë në edhe në logari, me shpëtu dhe më thonë, mi shpëtu logarisë. Omeri radiallahu anhu. Radiallahu anhu. Pasaj tha, ky tha ju për cilën këtë qështje, është dëshmitari juaj, nuk i takon të zgjidhet, nuk i takon të zgjidhet. Pse e bori këtë Omeri e bëri thot për ngushëllim, për më të regu që kësë ka me pas, ka më konë kunder kandidat i kësaj qështje. E tha nëse posti i bie Sadit, ajo tha më meritori, prandaj tha, cili do të që e zgjidhni, tha e kërkon, le ta kërkon ndihmën e Sadit, tha se Sadin Omeri kish, kur ka qenë Omeri u dhe khalife e kish shkarku Sad ibn Abi Waqasin. Ama tha Sadi se këm shkarku në për tradhti, apo për që ka qenë i dopt. Po, jënë konë rëthonat, ashtu që Omeri radiallahu anhu ka shkarku të Omeri, kur ka thonë shkarko, si kur se rastin e kuj, Khalid ibn Walidit. Khalid ibn Walidin kone ti ka qenë të meri qafirave. I ka të meru. Kur ardhë Omeri, punën e parë që e ka bu, e ka shkarku Khalidin. Kur i ka thonë pse, ka thonë se këtë njerëz po kujtojnë që fitoria është në durët e Khalidit, apo në fitoria në dorën e Allahut, nuk në dorën e Khalidit. Edhe ashtu ka ndodhur. A ka pas shlirime ma shumë kohën e Ebu Bekrit dhe Omerit? Të Omerit. Khalidi ka qenë komandant suprem i ushtrisë në kohën e kuj, Ebu Bekrit. Në kohën e Omerit ka qenë ushtari thjesht. U shliru Misri, Egjipti, Persia ra, shirimi Kutsit, këtë ka ndonë kohën e Omerit, radiallahu anhu. Atërë tha, konsultoja ato, nuk e kom shkarku në ato, sa ajo është do të thot i dopt, apo ka qenë rrethtar. Po për rrethonat e caktume që ju i dini, falamma faraga min defnihi, ijtama'u radiallahu anhum, faqala Abdurrahman, kur e varësen Omeri radiallahu anhu, mbledhi realisht Abdurrahman ibn Aufi, tha, ij'alu amrakum ila thalathatin minkum. Banën i tha, këtë qështjen e khilafetit në 3 juve. Pastaj tha, kale Zubair ibn Awam, ma sahabet pasha Allahun, o e kom thonë disa herë, o kom me thonë dejsa të marim frym, o nuk kime gjithë bura si sahabet e pejgamberi s.a.s. Wallahi, billahi, tallahi, të ribe i madhënajve, s'kime gjithë, nëse kjo dynja edhe miliarda vite ka me pas jetë, edhe me biliona njerëz, kur s'kan me mujtë mjë afru sahabëve të pejgamberi s.a.s. Allah i ka qëtë burat më dhaj kanë qenë, radiallahu anhum, qërë Zubair ibn Awamja. Menere, s'ka pas të sahabët të ramara vezgo, menere, tha, si të tha Abdurrahman ibn Aufi, këthejni qeshtjen në 3 periode, Zubair ibn Awam tha, gja'altu emri ila Ali. Qeshtjen të me pjadur zëjtë, dhe më thonë, vota e mo për Ali, në për tërhekna, ama më kun Alija. Kale Talhatu, gja'altu emri ila Uthman. Talha ibn Ubejdullahi tha, qeshtjen të me pjalu Uthmanin, vota e me shkon për Uthmanin. Kale Saadun, gja'altu emri ila Abdurrahman ibn Auf. Tha, unë pjallu, tha, votën teme, Saadi pjallu Abdurrahman ibn Aufit, Abdurrahman ibn Aufit, a i shkishtë që falke, dhe keme zidh, atër Abdurrahman ibn Aufit, tha, qëta shmërë dhe në punë dorë teme. Qa ju mërmendja, tha juve, që une, a me ndani që ju të rastë juve, në herë kapi për dore Alin radiallahu anhu, tha, nëse une, tha, dëbëj ty, sa të pare në muslimanve, a ki me konë ti i drejt, e kështu, po tha nëse zgjidhi Uthmanin, a kemi u binti Uthmanit radiallahu anhu? Alija tha po, qëshjo, atërë tha, pa unë gjderë për i qasna, do më thonë, rivajetit, transmitimit, Imam Bukhariut. Imam Bukhariu e ka pru ajken e ngjarjes, se ka pru ngjarjen në tërsi, ka pru ajo që ka du të mundit ngjarje që ka ndodhë.
Atëherë Abdurrahman ibn Aufi ka thonë, ngrit e ka thonë dorën e Uthman, zgjat e dorën, ti e khalife i muslimanëve. Që kjo jep me kuptu kështu. Tash ka ardhur që ky Ebu Mikhnef, Lut ibn Yahya el-Kufi, ka qenë për Kufes e Irakut, që ka qenë shii, ka pru një transmetim edhe kanë gjy o mundu me pështil, me ndru hakikatin, realitetin, që me që khilafeti i ka meritu kush? Alija nuk o konë të këta. Qa ka bo, tash të kemë me ndëgju bashkarisht, me ndëgju këto si ka ndodhë. Mas parti, nështë i marim khilafetin Uthmanit në aspektin e detajum, khilafeti Uthmanit radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Aufi o ullë 3 dit resht. Që shka thot Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhu? Thot Abdurrahman ibn Aufi, që shka orë në sahih, apet në sahihun e Bukhariut, thot, hunake tafsilatun ukhra fi sahih en Abdurrahman ibn Auf gjelese 3 ejamin jes'elu l-muhajirina wal-ansar hatta qal, dëgjeshta, thot, wallahi ma taraktu bejten min bujuti l-muhajirina wal-ansar illa wasa'altuhum fama ra'aytuhum ya'diluna bi Uthmana ahada. Thot 3 dit ka vazhdu, që shë përmendim në Bukhariu, thot Abdurrahman ibn Aufi ka vazhdu me i pyet njerëzit. Dhe më nuk e pas kanë bovesh këta 6, se këfar Ebu Mikhnefi e cilë hesapin, se shtu këta 6 e kanë cilë hesapin, bilem tashkime po, vallahi billahi, nuk ka ndo një shpifje që i bohet mbrenda safave muslimanve, imma ju vim prej shijave, imma pi khavarijve. Bajnë men që të që pëthëm. Shijat edhe khavarij janë akhtar, firak grupacionet më të rrezikshme në islam që janë shijat edhe khavarijt. Edhe keni me po, tash kem mu marrë me shija dhe khavarij, kena mu marrë gat. Me emrin e Allahut kem me pas një gjëratat posaçme, mi marrë vesh kush janë këta. Se ka një herë po dalin në për rrjetet sociale, po na petrubullojnë ujin, tani disa që kanë kellen basira, nuk kanë dije fara, po habiten, po e pin ujin, tani po dhan barki hoq, po dhan barki, tani mule me ta gjeti laçin, me ta pastru miden e që mbo vaki proces, o helmu çfar zorra, diçka e po ko veç zor let, po ku me dit ku shkon helmimi. Para të arsy, du të kemi shumë kujdes. Parat, shqeqaj që ka thot Abdurrahman ibn Aufi, thot, wallahi, ma të raktu bejten min bujut, el muhajgjirina wal ansar, nuk kom lon shtëpi për shtëpive të qoftë muhajgjirve, apo të ansarve, illa sa eltuhum, veç se i kom pyt, edhe asë kënë se kom gjetë për ansarve dhe muhajgjirinve, që e kanë barazu Alin me Uthmani radiallahu anhu. Këtë kanë thonë Uthmani është më i miri. Kuj ka qenë konsenzusi sahabeve. Konsenzusi sahabeve se khilafetin e meriton, jo që ka ullë vlerën Alis, Alija ka vlerën e madhe në Islam. O khalifja i 4 i drejt, sihru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dhondri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pe ehli l-bejti, që shtu e dojmë, kush e armitsan Alin, vallahi e ka armitsu familjen e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka armitsu pejgamberin alaihi wasallam. Kush se dën Ali se ka dashur as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi e dojmë Alin, billahi e dojmë Alin. Wallahi e dojmë Alin me lëç zemrës e dojmë, ama nuk mundem me qit Alin në para Ebu Bekrit dhe Omerit dhe Osmanit. Se vetë tash kemë kuptu që shka anën transmetime, thot Abdullah ibn Omeri, thot duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e lavdreshim Ebu Bekrin, Omerin, Osmanin, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur gjo nuk na theke për këtë punë. Thëshë më i miri është Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pajtoi me këto, nuk në ndërhynte. Unë e kom thonë një herë një pathini dreq për këtë një dreqnive të shijave, një live në TikTok edhe hina, adin se më vlaj, edhe se kom adet me hi se tha, e ki pa tha i Luani, tha i shpahi Luani me gomarin një herën e këshin shtina të ringin, a votan, e u Luani a nisi me kaj, tham se pa kam bra Luani, tha o, tham kanë shti me gomarin, tha në rinjë kanë shti. Kanë herë zban me hi, gjithë kanë me shti, me të tulli farë sharlatani, po kanë herë lyp nevoja. Edhe pa ta hi, e i pa ta thonë ati dërvishit pejes, këtë dërvishi pejes që është, që pe tiri kusha, se s'po të përmen e emni. Tha, me bo me ndigu juve. Shijat me bo me ndigu,
Alia radiallahu anhu nuk është ai që ka thonë se meni ummi hajdaran ka qytë nona Luan. Për trimnin e Alis kem me kuptu kur vjen për jetën e Alis kem me marrë vesh farë buri madhë kun. Pastaj për pejgamberi s.a.s. Këta që paraqisin kur i ndëgjon thushti këta janë kon tuca më të mëdha s'ka pas. Ama realiteti jo këtë tjetër dashurit e mi. Për atë edhe këta që atë Abdurrahman ibn Aufi i kom marrë thotë s'kom lënë shtëpit për i muhaxhirinëve dhe ensarëve vetë se i kom pyet edhe nuk kom pas kush e ka barazu Alin me Uthmanin radiallahu anhu. Atëherë do të thotë edhe kështu pas 3 ditëve janë ardhur dhe ja kanë jep bej'an Uthmanit. E thot autori i librit Sheikh Uthman Khamisi që ka këtë libër që kam para vetes, thot wa min al-muhzini annana nara kutub at-tarikh al-hadithah allati tatakallamu an hayat as-sahaba tu'ridu an riwayat al-Bukhari. Thot çka më të mërzit në zamanin ton, e sidomos në disa libra bashkohor të historisë islame. E sheh kur të flasim për jetën e sahabeve, ikin prej rivajetit Imam Bukhariut. Pse se i demaskan? Wa tu'khadhu riwayatu Abi Mikhnaf al-Makdhubata fi at-Tarikh at-Tabari wa hadha nassuha. Thot dhe e marrin thot transmetimin që është ardhur, transmetimin e Abi Mikhnafit të fabrikum të gënjeshtrës, të gënjeshtrum, jo të vërtet që është përmend në Tarikhu Tabari. Imam Tabari rahimahullah ka një libër quhet Tarikhu Tabari. Alhamdulillah në zamanin ton ai libër ulemat kanë punuar to. Edhe i kanë nda ato që kanë sahihe, edhe që kanë daifa, edhe që kanë makdhube, edhe që kanë gënjeshtra. Wallahi, po i them sinqerisht, për vete po flas në radhë parë, pastaj edhe për juve. Begati është vallahi ladhim kanë herë ky zaman ta shikoj si ka të zezët, po i ka të bardhat e saj. Për të bardhave të këtij zamani, alhamdulillah që Allah na ka shku ulema, ta ka shkruar librin, e ka marrë Tarikhu Tabari, edhe ka ardhur ta ka dallu, ta ka qartësu të bardhën për të zezës. Sikur të ky transmetim, çka thotë ky, duke po du me lexu transmetimin gjatë këtë çka, po du me ardh ajo maudh shahid çka është. Derdhin që e ka bukur Abu Mikhnaf al-Lut, çka thotë? Wa qala al-Miqdad ibn Aswad idha wada'tumuni fi hufrati. Tash pe transmeton për Miqdad ibn Aswadit thotë se Omeri ka thonë kur të vendosni mun varrin tim, fajma haula'i rahta hatta yakhtaru rajulan minhum. Mbledhni këta 6 që i përmendem, mbledhni këta 6. Wa qala Suhejbin, edhe tha Suhejbi, dal salli bin nasi 3 ayam. Wa qala li Suhejb, i tha Suhejbit Omeri, falja u namazit muslimanve, vazhdoj të 3 ditë mja u fal. Wa adkhil Alijen, edhe thira Alin, wa Uthman, wa Zubair, wa Sa'dan, wa Abdurrahman ibn Auf. Thirmi tha këta edhe Talhan, thirmi këta 6. I thiren, wa ahdaru Abdullah ibn Omer, e prun Abdullah ibn Omerin, që se shijat jonë të thësht jonë, nuk kime gjetë ma të thësht se ta. Qëre, kanë shtit djalin e Omer radiallahu anhu, që dhe me kjo ka qenë këtë komplet e Omerit edhe, kuj? Familjes ti. E shtini ato dhe i tha, ja ku Abdullah ibn Omeri, kjo nuk ka kushjon këtë qështje. Rithot të kokat e këtëne, e le ta zgjedhin këta, nëse 5, dëgjej, nëse 5 spajtohen e njoni kundërshton, putja një kryt ati. A që si qasi ka pas Omeri, qëre veç edhe një herë, po du me bo pytjen, se që kjo pytje dën pak kusho koncentru mirë, edhe dën pak mendjen me pas bajagit preht. Unë shpesoj të Allah subhanahu wa ta'ala që gjithë e keni mendjen e preht. Po Allah si kalon mendjen e një, dikush dalon pak për tjetrit, dikush madh mendje preht se tjetri. Omeri radiallahu anhu koshëm, si pas transmitimit, pështinë në thojës këto, pas ka thonë, nëse 5 pajtohen, e i 6 një kundërshton, këputja një kryt. Qësh i kështë kundërshtu që sej, me kryt që a kënë dëgju dhe që tash. Edhe në arëm, ja, po du me i kundërshtu, që ka thanë fillim Omeri për ta, që të janë ndimova që ka dhe lindë.
Ajo po, jo. Pejgamberi s'ka më konë një kënaqur me ta. Që pikërisht që kjo është apo thon. Çfarë tha Omeri fillim tha? Thirrni këta 6 veta. Këta janë 6 veta që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vdekë dhe ka qenë i kënaqur me ta. Poshallahun, a ka logjik me vrot dikon pyetën, ai po thot vetë me gojën e vet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i kënaqur, tash më thot vriteni njërin pyetën. Ose ma andej thot, nëse 4 prej tyne pajtohen në 2 jo, mbytini ata. A përshet dredhin, krejt që ka jep me nënkuptu kë Ebi Mikhenefi në këta jep me kuptu se Omeri radiallahu anhu ka dash do të thot me aqu Othmanit khilafetin. E meritor ka qenë Alija. Po në për Allahun pypës, që shtë të Shekh Othman Khamisi, kush kish guxu me aqu këtë urdhën vend me u shku me mbyt për shembull, pezojmë Alin radiallahu anhu. Me mbyt Abdurrahman ibn Aufin, me mbyt Saad ibn Abi Waqqasin, me mbyt Zubair ibn Awamin, Talha ibn Ubejdullahin, Othmanin radiallahu anhu. Kush kish guxu këto me bo? Parat sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dashurit e mi kanë qenë të pajtueshëm që të gjithë se Othmani radiallahu anhu është më meritor për khalife parat edhe thot fajtama an-nasu ala Uthman wa bay'u wa huwa afdalu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Bakr wa Umar li hadith Ibn Umar. Dije thot u të bunë që gjithë sahabët ja jepen bejen betimin se ti e khalife Uthmani radiallahu anhu dhe ajo është më i miri pej sahabëve pas Ebu Bekrit dhe Omerit me vetë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hadithi që transmeton Abdullah ibn Omeri ka ma kunna na'dilu بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. Thot Ibn Omeri radiallahu anhu në kohën e pejgamberit, në kohën e pejgamberit, për legjej tekstualisht, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, askën nuk e barazonim, do thot në aspektin me vlerë, me Ebu Bekrin, pastaj Omerin, pastaj Othmanin, pastaj asnjë shok pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thot nuk e vlerësonim kundër tjetrit. Këta thoshin më i miri është Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Othmani, tani e lejshëm. Nuk thoshin më kjo më i miri se ky tjetri. Ja. Unë dashëm se këta 3 dashurit e mi jo që ja ul vlerën tjerëve, po këta jo kohën vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam plot hadithe. Tash kemë me kuptu dashurit e mi, tash vim do thot vim edhe e kuptojmë vlerën e këtij burri të madh. Për atë ka orë në transmetim me, për shembull, në transmetim tjetër thot yasma'una wala yunkiruhu. Në ndëgjoj këtë e bo këtë pohim të thonë më i miri pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është Ebu Bekri, Omeri, Othmani, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk na çortoi kjo për këto. Heshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a mos u kontos më. Këta çka thojnë? Çka thojnë këta magorët e jahudive? Çka thojnë këta gomorët e jahudive? Këta i qesin se këta janë kriminela. E çush pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ka logjik pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos me qenë për atyne që me kumtu fenë që duhet? Çfarë kuptimi ka fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Hajjatul Wada kur i ka thonë në prezencën e 120.000 sahabeve hel ballagd, e kum kumtu fenë, e kum tregu fenë. Këtë ka thonë po. Ose çfarë kuptimi ka fjala e Allahut el yawma akmaltu lakum dinakum, unë ja u plotësova juve sot fenë. Me bo me i marrë shijat me indigu, apet po thonë këta gomart jahudive, me marrë me ndëgju gomart e jahudive, e shëtë këta s'pas kam par asë një vlerë. Po me që si rrena, me si dredhina tëne, që këto pin ujvesh të një gjahil, të një ignorant. Ndërsa jeta e këtyne burave të mëdhaj, ka qenë jetë e madhe, për atë që shathot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, kale Abdullah ibn Mas'ud, anë bejati Othman, full për kër e kanë bu khalifa Othmanin, kër e kanë e bejan, wallejna alaha dhe faukin, dikaj pash zotin këtë fjallët Abdullah ibn Mas'udit, thot, ne e zgjodhem për udhëhes atë që e po më të lartin dhe më të mirin dërne. Abdullah ibn Mas'udi, kush Abdullah ibn Mas'udi? A i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abdullah ibn Mas'udi, do më thonë që është për njerëzve, do më thonë tërgjuman në Kur'an.
Komentuesi më i miri i Kuranit. Di Abdullah ibn Mesudit, ku po mbet? Pastaj ndëgjoj që thot Imam, çta apo i përmendi? Ejub as-Sakhtiani, Imam Ahmedi, Daruqutni, çu ka kanë thonë? Men qaddama Aliyan ala Uthman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Kush e vendos tot Alin para Uthmanit në e përsidë thotë, më i mirë se Uthmani thotë është Alia, ai kanë nënçmuar muhajirin dhe ansarët. Ja ka ul vlerën aty. Apo ka thonë Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhu, ma taraktu min buyutil muhajirin wal ansar illa والأنصار بيتا إلا تركته فما رأيت أحد يعدل عثمان أحدا كلهم يفضلون عثمان. Çfarë që e përmenda më herët. Nuk kam lënë shtëpi pa të muhaxhirin dhe ansarëve, vetëm hi me e pyet për Uthmanin, krejt e kanë llogarit Uthmanin që më i mirë se të tjerët. Imam Ahmedi çka thot? Çka thot Imam Ahmedi rahimahullah? Ma kana fi al-qawmi awkada bay'atan min Uthmana kanët bi ijma'ihim. Imam Ahmedi thot, Allah më shiroft, nuk ka pasur në mesin e tyre njerëzve, dhe të të kohën e Uthmanit, beja, më të fortë sa ajo Uthmanit, ajo ishte me pajtimin e gjithë banorëve të Medinës. Këtë kam pas pajtueshmëri, me aja. Para thot, walladhi alayhi ahlus sunna, besimi e ahlus sunnetit nga çështja, anna man qaddama Aliyan ala Abi Bakr wa Umar fa innahu dallun mubtadi'. Kush e jep e përsin për ball Ebu Bekrit edhe Omerit, Alin e qëtë para Ebu Bekrit edhe Omerit, ajo është dalën mubtadi, është i humbur, është bidaci. A men qaddama Aliyan ala Uthman fa innahu mukhti. Tash besimi e Ahlusunnet thot, e ata që kanë e qesin Alin para Uthmanit, tu tash është di mos pajtim. Mos pajtim se ka prej Ahlusunnetit, pe ulemave të Ahlusunnetit se kanë po më meritor Ali se Uthmani radiallahu anhu. Po shumica absolute e dietarëve mendoj se e ka pas apo ka qenë më i mirë, më meritor, po flam më meritor se po them më meritor ka qenë për khilafet kush? Uthmani radiallahu anhu. Edhe pse thot disa prej ulemave çka kanë thonë? من قدم عليا على عثمان قد زعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان على علي رضي الله عنهما. Thot kanë thonë ulemat, ai që e qet Alim para Uthmanit radiallahu anhu, ai ka pretendu se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë tradhtu amanetin. E kanë tradhtu amanetin kur e kanë zgjedh khalife Uthmanin e jo Alin. Kjo do të thotë shpejt për 30 minuta, 33 minuta gjithsesi çka ka ndodhur. Edhe si ka ardhur khilafeti i Uthmanit. Pastaj vim tek emri i Uthmanit radiallahu anhu, emri i Uthmanit është Uthman, sikur është i njohur, Uthman ibn Affani radiallahu anhu, ibn Abi al-As, ibn Umayya, ibn Abdul Shams, ibn Abdul Manaf. Ai takohet do të thotë tek me familjen apo nat gjenezën prejardën familjare takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek Abdul Manafi. Takohet me të. Wa jaddatuhu gjyshja e tij ka qenë Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib. E bia e Abdul Muttalibit. Halla e kuj? Halla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Uthmani si u duk. Kana Uthmanu jamilan, ka qenë i bukur Uthmani radiallahu anhu. I pashëm. Wa kana rab'atan në arabish kur thuhet e ka për qëllim as i gjatë as i shkurt, mesatar. Hasan al-wajh, fytyrë bukur, ka pas fytyrën e bukur radiallahu anhu. Raqiq al-basharati, lëkurë të butë, jo i vrajt në lëkurën e tij. Asmar al-lawn, ka qenë esmer. Do të thonë, jo i bardh krejt, jo i zi esmer. Që i thojmë na që e përdorin fjallën esmer, përdorë fjallet e na. Do të thonë, që se ngjyrës tonë, si me thonë. Jo i bardh krejt, po anon ka zeshkan, ka pak, jo ama, jo zesh ashtu krejt, jo. Do të thonë, esmer. Pastaj, kebira lihje, bjekre në vadhe, jo me krica. Se disa aty pasha zotë galer disa, qëre, unë e arsitoj se cilin
kur e vendosaj qysh mu dok lukin e ti për i di se cilë arsye të veta. Ama kur është pyetje feja, feja nuk mundem na me bo këto gulash me bo fen, s'bot feja gulash. Osmani ka pas mjekër të madhe, Resuli se ka prek mjekërën kur hiq sallallahu alaihi wasallam, hiq bre kur se ka prek mjekërën e ti. Pik. Nuk po diskutojmë dhe ta shka kanë thonë ulemat. Na po flasim që dok pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që dok Alia, që dok Ebu Bekri, as njoni pe qytetet të mëdhajve. As një pe qytetet të mëdhajve. As Ebu Bekri, as Omeri, as Osmani, as Alia se kanë prek mjekërën hiq. Tash dikur du me ingjasun në shnë burave. Ala resi wala ajni. Për në bisuje, për në bikry. Që kebirë lehje, mjekër të madhe. Ama do së të kolera, ti do vija, do si, Abdallah, thot tale, edhe vjen, ka njerë të qëtë hoqën pozike, e kom mjekërën si pasionetit. Po mëse si të hoqën në sikletë o bura, të nëse. Sa një hoqëa duhet me të kalzu se e qëtë sikletë, se po ma kje dhe hoqëa vetë se kom mjekërën si pasionetit që duhet. E qëtë sikletë, hoqëa, bohët këtë, Allah shveresh këtë. Pastaj, këthira shaqar, ka pas flok shumë. Baid me bejnë el men kibejnë, ka qenë krah madhë, i gjonë krah. Flok ti ka pas gjata thuët deri tek pulpate, veshve. Ky ka qenë Othmani radiallahu anhu. Konja e ti ka qenë Dhun-Nurayn, e ka pas Dhun-Nurayn konjen. Lakabin e ti, ofiqin e ti. Pse? Se i ka martu dy shikat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shtam kanë Rukajjen edhe Ummu Kulthumin. Konjen e ti e ka pas Ebu Abdullah, baba i Abdullahut edhe o Ebu Amr. Bana përshe, po i kam fejë, se kanë erë na i morin dhe i farvata, dhe që bën njeri mi pasat dy konje. Se konje qka është me përkthy, me kuptu atë farë lakabin, ofiqin e ti, është me e thirë personin në emër djallit madh. Për shembull, e ka emnin djallit Muhammed, që shtojmë Ebu Muhammed. Ebu Muhammed, se do po keshin. Ebu Muhammed. Po bën, të kush e ka emnin, do më thonë, të parit se ka s'pa i peqen, po të bën me aqit dyti, nuk prish punë. Othmani me dy kunje i ka pas. E ka pas Ebu Abdullah dhe Ebu Amr. E ka pranu islamin për të parve Othmani radiallahu anhu. Kër e ka pranu Othmani islamin, e para islamin për të mi përmen shpet i ka pas 8 gra. Për këta veç atin për i përmen, në zëmonin tonin më bete tek, o kjo ka këtë gri e runda, s'parti rund. O s'parti runda, se pojmë në të. 8 gra i ka pas. Radiallahu anhu. Nuk i ka pas 8 gra për njerë, se s'bën në islam 8 me imbojt për njerë. Po, 4 lejohet, po i ka dek një, i ka martu tjetën. I ka pas 8 gra. Djem ka pas Abdullahin e vogël, Khalidin, Ebanin, Omerin, Saidin, Abdul Malikin, Amrin edhe Anbesen. Dhe po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fëmijë. 10 djem. 10 djem edhe 5 qika. E ka pas Marjemin, Ummu Saidin, Aishen, Marjemin edhe Ummul Benin. Ka hyrë në islam pej të parve. Thuhet që ka hyrë në islam në vitin e kur i ka pas 30 vjet. Kur janë mbledh në shtëpinë e Erkamit, Darul Erkam. Në ditë ka pa Ebu Bekr radiallahu anhu, sa ka pas jaran, ama Ebu Bekr ka buri madh, ko pasha zot e vo. Çështu miloni jarana, do të kanë disa prej neve anis bu fala ma jarana. Jarana do të më mundu mi afru, ata jarana që doin më afru te dera e xhamis, se jo ndoj kena na do jarana, u don me ata duhet më mbaj jaranin, s'po tham. Me respektu se ki lujt me ta, e rrit me ta, sine, po jo me trash shumë me ta, se ata me bo me shku në bastyne, veç kur të shëvetën mbi tavolin. Kjo problema, me kësi jarana s'bën me net. Ama jarana që ta respektojnë bindjen tonë dhe nuk ndikojnë me gjehlin e tyne, me të bo gjahil, e ma gjahil me të bo, po ti ndikon të ta me shta bën me dal me pika her kafe, me ndajt pak me ta, ma jo me trash sakezi shumë me ta,
se veç kur të shëvetën mbi tavolina. Osmani radiallahu anhu ka qenë jarani më që mi Ebu Bekrit. Edhe në ditë për ditëve Ebu Bekr radiallahu anhu e ka po Osmanin. Kër e ka po Osmanin ka thonë, vajhake ja Osman, ka thonë, qa me ty mërë Osman, wallahi inneke le rajul hazim, ma yakhfa alejke l'hakku min al-batil. Ka thonë, wallahi ti e bur i vendosur mërë Osman, nuk ka mundësi me të më shef ty e vërteta e me ta mujtet kotat vërtetën. A nuk jetu i po mërë këto idhuj mërë Osman, që po ja adhurojnë populli jonë, çka të bojnë dobi këta, as nuk folin, as dëgjojnë, as një dobi s'ta sjellin, as një dëm s'ta largojnë. Që është me ty më Othman kështu? A nuk është çështë çka po të thonë? Ka thonë, po vallahi sahi. Ka thonë, apo vjen ka thonë te une, që është Muhammedi i biri Abdullahit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kad ba'atha Allahu bi risalati ila jami'i khalqihi, e ka dërguar Allahu pejgamber me mesazh hynor për të gjithë krijesat, fallaka an ta'tiyahu wa tasma' minhu, apo vjen me ndëgju për ti? Faqala na'am, ka thonë po. O fil hali marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, në të momente, këta të moment, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam peshe Ebu Bekrin edhe Othmanin. Ama qërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Othman, ejibillaha, ja Othman, ejibillah ila gjennetihi, përgjigju Allahu që po të thirë për gjennetin e ti. Fa inni Rasulullahi ilejke wa ila gjemi khalqi, unë jam pejgamberi Allahu që Allah më ka që pejgamber për ty dhe për këtë krijesat. Othmani radiallahu anhu thot, kër i kom di këto fjallë për Rasulit s.a.s. Nuk prit shahala me kry me i thonë, ja Rasul Allah. E ka kështë ndodhi, tha, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu annaka Rasul Allah. Tha, se kriti pejgamberi s.a.s. nuk bësha me dëru mose, ma kaploj zemrën, ma kaplun zemrën fjallë të Rasulit a.s. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet me të drejt as kusht tjetër përveç Allahut, dhe se ti o Muhammed je rob dhe i dërguar i ti. O gëzu dosti ti Ebu Bekri se ju shtu islamit edhe një bur i madh. Bo një hijret radiallahu anhu, ka bo hijret 2 herë në Abisini, pastaj dhe në Medine. Për vlerën e ti dhe pe përmbylli shpejt për 3 minuta me emrin Allahut, për vlerën e ti ka plot hadithe që flasin, një pej haditheve është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përgatit ushtrin që njihet Gjejshul Usra, kur e kanë nis ushtrin për Tebuk, me shku me luftu atje, ka hyp minber pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po lyp, kur kush po përgjigjet? Othmani radiallahu anhu thot, ja Rasul Allah thot, unë e kam që shka orë në transmitim të Imam Bukhariu për e lexoj, ka orë thot Othmani radiallahu anhu, ja ka pru thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bi 1000 dinarin, 1000 dinar, edhe e ka thonë përgatit e ja Rasul Allah ushtrin për atje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot i rtulloi ka ato 1000 dinar, edhe thëjke ma darra bi Uthman ma amila ba'da yawm, si bën zarar Uthmanit mo çka po pisoçit. Çka transmetimi i shkurt Imam Bukhariut, transmetimi më i gjatë që na transmeton që kanë ardhur në sunenën në librat e sunetit tjera, thot ka hyrë minber pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur hyrë minber i kanë nxit njerëz kërkosh po përgjigj Uthmani radiallahu anhu, po thot ja Rasulullah. Pja prun që tonë 1000 dinar që i përmendem. Pejgamberi sa pesha që ka hala nevojë. Po hyp minber Rasuli po thot, o ju musliman, kush don me jep për Allahun dhe dërgumin e tij? Kush po përgjigjet? Othmani po thot, ja Rasulullah, i kam 250 kuaj, këtë gashme për luftë, ka thonë, këtë qokshin për Allahun dhe dërgumin e tij. Pejgamberi sa selam po kam, po zbrit me minberi, po pesha që apet po i thojnë njerëz që organization ushtrin, hala ka nevojë hypi apet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ayuhan nas, o ju njerëz kush po jep për Allahun dhe dërgumin e tij? Othmani po këshyus po ka çka më jep mu. Po i vjen shërtori, po thot Othmani thot do ka të vjen pasuria thot pej Shamit. Po të vjen pasuria thot pej Shamit. Si ka po vjen, ja Rasulullah, kanë vjen një borxh pej Shamit, një borxhli që tu ma kthy borxhin. Nuk di çka kanë to ja Rasulullah, këtë ko për Allahun dhe dërgumin e tij. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha këtë fjallën në madhe të njohur, tha, ma darra bil Uthman, ma fa'ala ba'da al-yawm, si ban zaran më Uthmani çka më pasojë.
Pas edhe këtë kësune fjallëve, ka ndalë të gomarë të jahudive, edhe e prekin derin e ti, Allah i vraftë ja Rabbi. Ata që e meritojnë me i udhëzu që jo në gjallë, Zoti i udhëzoft. Nëse e meritojnë udhëzimi, nëse jo, Allah i vraftë ja Rabbi. Këtë ata që në ishajnë sahabët e pejgamberi s.a.s. Allah i udhëzoft. Se që shtu në mësar islami, me bo dua, me thonë, o Zot udhëzoj, se jo në gjahila nuk din. Ndërsa ata që se meritojnë me udhëzu ja Rabbi, këtë vraj. Kush i më armitson sahabët, vallahi e kena armitsu, kush do koftaj. Vallahi kof babë, e non, e gru, e djal, e kush do koft. I ka armitsu sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Si don pejgamberit sahabët e pejgamberit, vallahi se dojmë. Vallahi distancon për këtë atyre që i shohin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj për fund dashurit e mi, në ditë për ditëve Ibn Omeri e ka lexuar ajetin amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. E ka lexuar ajetin ku thot Allahu, a mund të krahasohen ai që falet natën duke bërë sejdë dhe duke qëndruar në kom e duke shpresu rahmetin e Zotit ti, duke shpresu ahiretin dhe rahmetin e Zotit ti, ka thonë Ibn Omeri, vallahi ka thonë që kjo është Uthmani. Vallahi ka thonë që kjo është Uthmani. Se ka thonë Ibn Omeri këto, se Uthmani dashurit e mi njëre qatë të natën e ka bëhat me Kur'anin krejt. Ky ka qenë Uthmani radiallahu anhu, edhe për alameteve të pejgambersis, pejgamberit a.s. pejgamberit sa në ditë që shka thot Kabi ibn, edhe kjo pej vlerave të burit madhbe, o Zot na bashkon me të në gjennet. Thoni amin. Allah na bashkon në gjennet me ta. Thot Kabi, në ditë pej ditëve, ka kalu, thot Kabi edhe kanë dëgju pejgamberit sa duke thonë, duke folë për fitnet. Kur u afrova, thot e pejgamberit sa thot, famarra rajulun, kaloj një njeri, tha. Pra neve, i cili e kishë mbulu ftyrën e ti. Transmetim ka ardhë, thot e ka mbulu ftyrën, sa thënë e ka pas si një farloj shamije, së shpa ftyrën e ti me një fjallë. Pejgamberi sa thënë, po thot, që kjo tha, që ndikaj, tekstin për lezej. Hedhe jo me idhin alel huda adit, në ditën e fitneve, në rrugën e Zotit, në dhe zemë është që kë. Tha o qova Kabi me kështu shpejt, kur shok njeri se sahabët s'ka pa të sahabët, kur o pol për gjennetin, kur o fol me rujt vete për gjennemit, s'ka ndajt si do të zemonit ton, ti i dhush, hajde mërë me hinë gjennet, ajdan trileqe mongër, po ti hamare trileqe, se dhe me trileqe isholla hinë gjennet, po para trileqe, leka her trileqe, lek kafen. Pas dan, nuk dan Allah vjen, pse s'di? Duhet me vetë ato, se respasin pse, ato me shku me vetë. Pse s'di? E pse unë e di? Unë e di, po s'po mi me thonë, për mi arrujtë ndjenjat dikuj. A unë e di pse s'mundën. Wallahi billahi, më përgjësi po thonë, një njeri që hinë shpin e Zotit, edhe pa një arsy, del për shpi Zotit me shku një vend, edhe nësa o mubah, nësa e lejume, pasha Allah ka nëzirë për rahmetit ti. Pasha Allah nuk ka nëzirë për rahmetit ti. Qështu du me kuptu, qështu kuptot feja. Jenë një vend ku po mësot Kur'ani, po bëhet zikër, po lexohet Kur'ani, ku ta diune, po mësot Kur'ani. Ti s'porin që aty mund është me ndajt. Po qërë, ajtë se përshkaj me pi gjysë e pesë i qëfte përshkaj pe ha. Wallahi, se që e gjysë e pesë i qëfte halalo me hongër, ma halal i shkon me ndajt që aty më ullë me mësu fejnë e Zotit. Tha u qova Kabi me këqyr, kusha marë këtë që po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në ato ditë fitneje, kjo është në rrugën e Zotit, kjo është ai udhëzumi, kur e pash Uthmanin radiallahu anhu, edhe para në fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmeton Aisha radiallahu anha, i tha Uthmanit, ja Uthman, edhe kjo një pejshenjave të pejgamberisë, ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për çka? Për një gjë që ka me ndodh pas 35 viteve. Pas 35 viteve, kjo që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që tash në hadith që ka me lexu, kjo ka ndodhur pas 35 viteve kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë Uthmanit. Ka thonë ja Uthman, in wallaka Allahu hadha al-amra yawman fa arada al-munafiqun. Thonë se Allahu ta beson ty këtë çështje që ka udhëheqën, do thotë më bë khalife. Edhe vin munafika, që ka thonë pejgamberi po thotë, fa arada al-munafiqun. فأراد المنافقون أن
takhla qamisaka alladhi qammasaka Allah fala takhla'hu. Edhe nëse dojnë ata me ta zhvesh, me ta largu këmishën dhe cilin ta ka vesh Allahu, mos e zhvesh. Kemë me kuptu kur vjen momenti i vdekjes ti, vrasjes ti, kur i kanë ardhur xhavarizht, Allah i vraftë në çdo zaman se mat poshtëre, mat flisht, me qiri mi lyp si gjin. Se xhavarizht, nuk gjen mat flisht. Sa ta vetë shkojnë prekin në gjak të pastërt, në derë të muslimanëve të mirë. S'merën ata me qafira, s'to të shimerën me qafira. Ata i gjenë musliman të mirë, si kurse që e kanë gjetë Othmanin radiallahu anhu, e pastaj të ngjashmit me Othmanin që ecin rrugën e Othmanit. Kur në shku me vra, i kanë hik, ka qenë saim, agjerushëm ka qenë. Katelehumullah, Allah i vraft. Me Kur'an dorë kun, mushafin dorë ka pas të lexu. Janë hi, kanë thonë, dërzau kanë thonë, se s'podojnë me të vra. Veç se, jep dërheqe për i khilafetit, ka thonë, vallahi jo edhe ka lexu qëtë hadith, thotë se më ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e desh këmishën që ta ka vesh Allahu, është për fjala për çka, për khilafet. Edhe e kanë ra Allah i vraft. Kjo do thotë shpejt dashurit e mi, që kjo është Othmani që kjo. Një hyrje për Othman radiallahu anhu, në ligjëratat e ardhshme kemë kuptu çlirimet që i ka bë Othmani radiallahu anhu, edhe kemë me fol tani, nuk besoj që kena mundal shumë të futuhatet. Ama kena mundal shumë inshallah prej kur kanë nis fitnet. Sa aty është ka muhabet atë shumë mu bo që mi kuptu disa gjëra në bashkarisht me marr vesh kush e ka nis këtë fitne, pse është nis kjo fitne, çush ka ndodh e kështu me radhë, edhe ne po them aty ka kem qelluar për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtani wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.